Qendra emergjente e QKUK-s ka njoftuar se ka trajtuar 343 raste në 24 orët e fundit. Sipas kategorive të trajtimit janë realizuar 102 raste reaniminim, 107 në emergjencën internistike, 53 në emergjencën kirurgjike dhe 63 pacientë kanë marrë trajtim të emergjencës ortopedike. Tutje që QKUK-ja ka bërë të ditur se në sallën e vogël janë realizuar shërbime për 18 pacientë, ku pjesën më të madhe të trajtimeve kanë përbërë procedurat të qepjes, proponimet dhe pastrimin e plagëve. Sa i përket natyrës së lëndimeve, gjatë periudhës së raportimit janë evidentuar një rasti intoksikimit, helmimit, 3 raste të persona të përfshirë në përleshje fizike, si dhe 32 persona të lënduar si pasojë e aksidenteve në trafik. Gjatë 24 orëve të fundit në klinikën e ndryshme të QKUK-s janë realizuar 40 pranime për trajtim, ndërsa është regjistruar edhe një rast vdekjes.